Mirëmëngjesi, goca, mirëmëngjesi. Ja byreku që kam bërë mre me fasule. Nuk e kisha bërë asnjë me petë gatshme, se byreku me fasule do petë pjekura. Normal, në ato që erdha unë nuk më dilte koha, por në të vërtet doli super, nuk ma priste mendja. Asnjëherë thash byrek shumë me djath, me gjizë, me petë gatshme kisha bërë, por me fasule jo. Detyrimisht i kam edhur pak qumësh edhe gjallë për petët, se s'doja që të vinin shumë të thata baza poshtë. Edhe si që shikoni kështu kam vazhduar petë. E kam bërë byreku me 2 shtresa fasule. Edhe ja, vazhdojmë akoma atoja petët duke i njohur më pak me qumësht edhe gjallë. Mrem nuk hoja olla videon, dije kam qenë shumë e lodhur se kem pasur shumë punë atje tek kantina. Kanë ardhur shumë njerëz. Pastaj kemi sistemuar gjitha shishet e verës që mungonin, që kemi shitur për festat. Edhe nuk jam shprodhur 1 minutë, dije, gjithë ditën e ditës në kem. Edhe kur erdha mrem në darkë kam përgatitur vetëm këtë byrekun dhe kam rënë në gjumë se isham shumë e lodhur. Edhe ja shtresa e parë me fasule, që si që shikoni, që mua nuk kishin mbetur shumë pak. Por thash hajde ta bëj një byrek dhe në të vërtet ja vlejti. Ja si që shikoni. Jo goca, çfarë keni bërë dhe si keni kaluar. Ju uroj sot një ditë sa më të bukur. Ja dhe këtu është shtresa e dytë, pasi kam bënë dhe petët e tjera. Ju uroj një ditë bukur në punë me kratleta, qofshi mirë o Zot, edhe ju uroj gjithë të mirat, edhe kush ka dëshirë le të më ndjeki në videot e tjera të radhës. Unë kam gjitha ato video që kam bërë ditët që kam qenë në shtëpi, por duhet të gjej një qikoj që t'i publikoj të tiramisus, brumin e petlave normal unë e olla që ma kërkuar njerëzit, por duhet t'i jetë edhe se si unë i përgatita që i skusha. Edhe disa video të tjera dhe ato që bëra me mishin e pulës, duhet të kemi qikoj që t'i rregullojmë edhe t'i publikojmë. Kërkoj ndjesë se shumë veta më kanë kërkuar recetat edhe sa të kem kohë do t'i hedh. Këte olla sot mëngjes është video shkurtër, edhe në të vërtet po shikoj dhe orën se vajti ora dhe duhet shoqëroj Elianën në shkollë. E kjo është peta e fundit që unë po vendos me byrek. Edhe të shoqëroj Elianën në shkollë dhe do iki dhe unë në punë. Këto 2 petët e fundit i ktheva kështu nga brenda, si që shikoni që të merrte atë formën e bukur ajo peta. Dhe normal po i bëj tani me qumshin që mua më ka mbetur dhe edhe gjalpi. Por byreku doli me gjithmonë fantastik. E provoni dhe juve. Normal, kjo është një ndim për një njeri që për shembull nuk mundet të tolli dot petet në momentet që nuk ka kohë. Se normal, në 7:30 që erdha unë, kush ka kohë të zërbrum, të tolli, kur do arim, në 12 natës, të pak në shu hengëm në 8:30. Ju uroj